aleikum. Aleikum salam. Është një pyetje, e kam tepruar me mëkate, shumë mëkate kam bërë, nuk ma falë Allahu. Pse t'ja nisi me namazë, me pendim, kur s'ma falë? Zotin Kur'an thot, Kul ja ibadi alladhina Kul ja ibadi alladhina asrafu, o ju roburit e mi që e keni tepru në mëkate. O ju roburit e mi që e keni tepru në mëkate, la taqnatu min rahmetillah. Mos mendoni se mos e humni, si të them, Shpresën. Po mos e humni shpresën se Allah subhanahu wa taala ka më ju mëshiru dhe ka më ju falë. E tash ka shumë ajete dhe hadithe që tregojnë se Allah subhanahu wa taala është më i mëshirshëm se nona për fëmijën e vet. Edhe mëkatet normale që njerëzit janë mëkatarë. Njerëzit janë harojnë, habiten. Jo, qëllimisht dikush jo. Njerëzit shkojnë pas emocioneve. Po, mëkate me qëllim. Ka njerëz që me qëllim s'agjerojnë, ka njerëz që me qëllim s'falen. Mirë po, Allahu nuk thot s'ka fal. S'ka thot? Kullu ibni Adem khata. Secili biri i Ademit e gabimtar. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nëse mëkatari më i mirë është ai i cili pendohet. Me shirkun Zotin më fal. Me thonë o Zot, ti je a më ka në një sikur ti je fort. Ti je i ditur a më ka dhe një sikur ti je i ditur. Kjo është shirk. Ortakrimi po. Ortak. Ndërsa këtë gabime tjera i fal. Ka qenë njeri ka vrar 99 vjet. Hadith Muhamedi sa më tregon. Sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka shkuar ti njeri i mençur ka thonë ka me për mu falje. E ka thonë jo për ti s'ka falje. E ka vrarë atë, ka bënë 100. Don po si s'kam unë Zoti s'ma fal, po punë e madhe, po vras edhe vro. Pastaj vazhdon, shkon te një njeri i ditur tjetër. I thotë kështu, thotë, si jo dhe për ti ka falje se Allah subhanahu wa taala. Të gjithë njerëzit në fundit me mëshirën e Zotit kanë me hinë xhenet, askush nuk hyn me veprën e veta. Edhe tash, edhe ja ka fal Allah subhanahu wa taala, edhe ati i cili ka vrarë shumë njerëz. Mirë po nuk na lejon kjo me vrarë njerëz. Normale, tash njerëzit duhet me e kuptuar drejt këtë që po e themi. Mirë po do të thonë se në asnjë rast nuk ka falje dhe falje të gabimeve të mëkateve nga Allah subhanahu wa taala. Sepse Allahu është më i mëshirshëm sa ne e perceptojmë dhe e mendojmë. Allah shpërblet. Amin inshallah.